Pas 12 orësh përballje të rrezikshme me flakët, ekipet e shpëtimit dhe forcat zjarrfikse kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit, që shkrumboi një pjesë të qendrës tregtare në Lushnjë. Mësohet se në orët e para të mëngjesit të së martes, punojësit e zjarrfikses kanë arritur të shuajnë flakët, ndërsa vijojnë ende të hedhin ujë në objektin e shkërmbuar për të shmangur ndonjë riaktivizim të mundshëm të vatrave të zjarrit. Të hënën, flakët e shpejta kapën në befasi qytetarët, duke i bllokuar në katet e sipërme të godinës shumë katëshe. Për momenti nuk e kuptuam. Pastaj filloi ku mbush me thym tregu poshtë, atëherë nxituam me vrap dhe dolëm për jashtë. Kur shikojmë ishte llafai. Katastrofë e madhe. Po zhyqyr që s'pati humbje në njerëz. Kjo është kryesorja, po tjera bazet e rregullohen. Aty u rrezikuan rreth 10 banor. Rrezikuan jetën, por i evakuam në kohë. Në operacion për shuarjen e zjarrit në ndihmë të zjarrfiksëve të Lushnjës u bashkuan dhe rreth 10 mjete nga bashkitë pranë saj. Ne si bashki aq kapacitet e kemi, ne unit shtetin kemë dhe kanë ardhur zjarrfikse pa mbarim. 10 banor u transportuan me shenja asfiksie në spitalin rajonal, ndërsa nuk janë lejuar ditën e sotme të futen në ambientet e brendshme të ndërtesës, pasi ka disa vende me nxehtësi të lartë nga pasditja e kaluar. Mendohej që zjarri të ketë nisur në katin e 4 në një dyqan këpucësh, por do t'jenë hetimet ato që do ta përcaktojnë sakt shkakun.